Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot për ju miq të sofrës kam sjell recetën e pasulit në tavë dheu me qebapa, përgatitja thjesht, shumë e sheshme, e përgatitur në mënyrën tradicionale. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht marrim pasulin, e pastrojmë apo groshën dhe e loj mirë, ja largojmë ujin dhe e kalojmë në tenxhere. Unë kam 400 gram me pasol, jam duke përgatitur për 4 persona. Qofse përgatitni ju për më shumë persona, atëherë vetëm 2 fishoni apo 3 fishoni masat. Shtojmë ujë. Tenxherës ja vendosim kapakun dhe në temperaturë mesatare pasulit ja japim një val. Pasuli ka marrë një val, tash ja largojna ujin e parë. Kam largu ujin pasulit, tash ja shtoj 2 speca të zharana të thatë, cilave ju kam largu para të bishtat dhe i kam larë me ujë. Dhe shtoj ujë në tenxhere, derisa të mbulohet niveli pasulit. Ja vendosi kapakun, lë një vrim që të kaloj avllin dhe në temperaturë të ulët e zim pasulin rreth 2 orëve ose më gjatë qofse ka nevojë ose më shkurt, varet se çfarë pasuli përdorni. Pasulin e kam zirë rreth 2 orë e gjysmë, kam shtuar ujë gjatë zirjes, kam provu kokrën, është e zirë mjaftueshëm, tash vetëm se bëjmë fërgimin. E largojna nga zjarri, marrim një tigan dhe në të shtoj një qep mesatare, të cilën e kam coptuar në pjesë të vogla. Shtoj në vaj dhe në temperaturë mes të ultës dhe të mesmes e fërgoj qepën derisa të zbutet mirë. Duhet bëjmë përzierjen vazhdimisht. Duhet kemi kujdes që mos digjet qepa, por vetëm se të zbutet, të merr një ngjyrë kafe të hapur. Kam fërguar qepën mjaftueshëm, tash ja shtoj një lugë gjelle të mbushur plot me biber të kuq, e përzij masën dhe e fërgoj vetëm se për disa sekonda, dikon rreth 10 sekondave dhe do jetë mjaftueshëm. Tash e largojna nga zjarri. Qepën e fërguar me biber të kuq e kaloj tek pasuli në tenxhere. Ja shtoj një lugë gjelle me veget ose krep i shtoni sipas dëshirës suaj. E përzij kështu masën. Vetëm se kujdes gjatë përzierjes, mos ja dëmtojmë kokrën. Vërtet është një pasol shumë i sheshëm, shkon tash gjatë orave të ftofta. Tenxherës ja vendosim kapakun dhe në temperaturë mesatare zi pasulin rreth 30 minuta. Derisa pasuli është në zirje, ne marrim një tigan të lloji që nuk xhet apo një tigan grill dhe në të shtojmë vaj rreth 100 ml. Dhe në temperaturë mes të ultës dhe të mesmes e nxehim vajin mirë që të bëjmë fërgimin e qebapave, sepse ky lloj pasulit përgatitet me qebapa dhe bëhet shumë i mirë. Vaji është nxehur mirë, tash kalojna qebapa. Unë kam 600 gram. Ju mund të shtoni për atë sa persona përgatitni. Shtoni masat e pasulit të qebapave. I fërgojmë kështu në temperaturën mes të ultës dhe të mesmes, gjeri sa të skuqet, marrim një skuqje të lehtë nga të dy anët. Temperaturë të larta se skuzon që të bëhet fërgimi. Qebapat janë skuqur mirë nga të dy anët, tash i largoj nga tigani, kaloj në një pjatë. Kështu. Vaji do na duhet.
nuk e hedhim, do ja shtum pasulit. Ja jep shijen shumë të mirë vojit. Dhe pasuli është zier, është gati për të larguar nga zjarri. Është zier pasuli, tash morim një tavë dheu. Në tavë dheu bëhet shumë e mirë. Mund ta kalon edhe në një tepsi cinku nëse doni, e kaloj masën kështu. Shumë kujdes. Sipër pasulit tash I vendosim qepapat. Tash sipër shtojmë nga vaji I qepapave, kështu, 2-3 lugë, do jetë mjaftueshëm. Dhe pasulin e fusim në furrë të nxehtë 250 gradë dhe përshkallin rreth 15 ose 20 minuta. Tavën e kam larguar nga furra, e lëm që të ftohet dhe është gati për konsumim. Pasuli është ftohur pak, është gati për konsumim. Ta largojmë pak dhe ta shihni se si ka dalë. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Shkon shumë me bukë shtëpie ose me pogaçe. Vërtet ka dalë I mirë si kajmak. Ja dhe si duket. Gjithë jo motra që përgatisni në këtë mënyrë pasol në tavë dheu me qepapa ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente bukura mbi mbeqi nga sofra shqiptare deri me recetën e radhës. Përshëndetje nga sofra shqiptare. Kam sjellë mënyrën se si përgatis unë pasol në tavë dheu me qepapa. Përgatitja tradicionale bëhet shumë e shishme, besoj